A mund ta imagjinoni një njeri që hyri në histori si kryeministri më jetë shkurtër i Shqipërisë? Një burr që drejtoi luftën kundër Italisë, çliroi Vlorën, u bë hero kombëtar dhe megjithatë mbajti postin e kryeministrit vetëm për një ditë. Historia e tij është aq e pazakontë saqë duket sikur është shkëputur nga faqet e një romani aventurash. Sot do të flasim për Qazim Koculin. Njeriun që nga oficeri marinës osmane u shndrua në komandantin e luftës së Vlorës dhe në kryeministrin më jetë shkurtër që ka njohur ndonjëherë shteti shqiptar. Para se të vazhdojmë, mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse këtu sjellim histori të jashtëzakonshme nga e kaluara shqiptare. Qazim Koculi lindi në fshatin Kocul pranë Vlorës në fundin e shekullit 19. Në një kohë kur Shqipëria ishte ende pjesë e perandorisë osmane, që në moshë të re tregoi talent dhe disiplinë, prandaj me ndihmën e Syria Bej Vlorës vazhdoi studimet në Janin dhe më pas në Akademinë e Lartë Ushtarake të Stambollit. Aty u formua si oficer profesionist dhe pas diplomimit u emërua në marinën ushtarake osmane. Por karakteri i tij nuk ishte ai i një ushtaraku që zbatonte urdhrat verbërisht. Në vitin 1909, gjatë një përplasjeje detare në Prevez, eprorët urdhëruan dorëzimin përballë flotës italiane. Qazim Koculi refuzoi. Ai zgjodhi të luftonte me anijen e tij të vjetër në vend që të ngrinte flamurin e bardhë. Ky akt mosbindjeje e shndroi menjëherë në armik të komandës osmane. U lëshua urdhër arresti ndaj tij dhe ai u detyrua të largohej nga vendi duke marrë rrugën e gjatë drejt Argjentinës. Për disa vite jetoi në Amerikën e Jugut, larg Shqipërisë dhe larg familjes së tij, por zemra e tij mbeti gjithmonë në Vlorë. Kur Ismail Qemali e thirri për t'u rikthyer, Koculi nuk hezitoi. Ai u kthye në atë dhe mori detyrën e drejtorit të portit të Vlorës, një nga pozicionet më të rëndësishme të kohës. Mirë po trazirat politike dhe pushtimi italian i detyruan shqiptarët të përballeshin sërish me sfida të mëdha. Në vitet që pasuan, Koculi u përfshi gjithnjë e më shumë në jetën politike dhe ushtarake të vendit. Ai mori pjesë si delegat i Vlorës në Kongresin e Lushnjës në janar të vitit 1920, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë moderne shqiptare. Kongresi hodhi themelet e shtetit shqiptar dhe vendosi të mos pranonte coptimin e vendit nga fuqitë e huaja. Por sfida më e madhe po afrohej. Italia vazhdonte të mbante nën kontroll Vlorën dhe një pjesë të territorit shqiptar. Në verën e vitit 1920, shqiptarët vendosën se kishte ardhur koha për luftë. Qazim Koculi u bë një nga figurat kryesore të Komitetit Mbrojtja Kombëtare dhe u emërua komandant i përgjithshëm i forcave shqiptare. Kur italianët refuzuan ultimatumin për t'u larguar nga Vlora, filloi lufta e Vlorës. Përballë një ushtrie moderne të pajisur mirë dhe të mbështetur nga një fuqi e madhe evropiane, shqiptarët kishin pak armë, pak municion dhe shumë vullnet. Koculi udhëhoqi operacionet ushtarake me vendosmëri, duke koordinuar qetat shqiptare në një luftë që do të ndryshonte historinë e vendit. Pas muaj luftimesh, Italia u detyrua të tërhiqej. Më 3 shtator 1920, Qazim Koculi hyri në Vlorë në krye të forcave shqiptare fitimtare. Ishte një nga momentet më të lavdishme të historisë sonë kombëtare. Për herë të parë, një fuqi e madhe evropiane po largohej nga territori shqiptar pas rezistencës së armatosur të popullit. Fama e tij u rrit ndjeshëm. U zgjodh deputet i Vlorës dhe u bë një nga figurat më të rëndësishme politike të vendit. Por pikërisht në këtë periudhë,
Shqipëria po kalonte një krizë të thellë politike. Qeveritë binin njëra pas tjetrës. Grupet politike përplaseshin vazhdimisht dhe vendi ndodhej në prag të destabilizimit. Në dhjetor të vitit 1921 ndodhi diçka e pazakont. Këshilli i Lartë e ngarkoi Qazim Koculin të formonte qeverinë e re të Shqipërisë. Kështu ai mori postin më të lartë ekzekutiv të vendit. Megjithatë, ajo që ndodhi më pas e bëri të famshëm në histori për një arsye krejt të veçantë. Vetëm një ditë pas i mori detyrën, Qazim Koculi dha dorëheqjen. Po, vetëm një ditë. Ai e kuptoi se situata politike ishte tepër e ndërlikuar dhe se nuk ishte njeriu i duhur për të administruar një krizë të tillë. Në vend që të mbahej pas pushtetit, zgjodhi të largohej. Ishte një veprim pothuajse i paimagjinueshëm për politikën jo vetëm të asaj kohe, por edhe të ditëve tona. Për këtë arsye, ai hyri në histori si kryeministri më jetëshkurtër i Shqipërisë, por jeta e tij nuk përfundoi aty. Ai vazhdoi aktivitetin politik, mbështeti lëvizjen e qershorit të vitit 1924 dhe shërbeu si ministër në qeverinë e Fan Nolit. Pas rikthimit të Ahmet Zogut u detyrua të largohej jashtë vendit, duke kaluar vite të tëra në emigracion politik në Vjenë dhe Paris. Në fund të viteve 30 u rikthye sërish në Shqipëri, pavarësisht moshës dhe peripecive të shumta, ai mbeti aktiv në jetën publike. Gjatë pushtimit italian mbajti poste të rëndësishme administrative, por kjo periudhë do të rezultonte fatale për të. Pas ngjarjeve të betejës së Gjormit, armiqtë e tij e akuzuan për tradhti. Më 5 janar 1943, Qazim Koculi u vra në Vlorë nga njerëzit e Halil Alis. Vrasja e tij shkaktoi tronditje të madhe. Madje kryeministri Mustafa Kruja dha dorëheqje në shenjë proteste pasi autoritetet nuk pranuan të arrestonin dhe të gjykonin vrasësit. Kështu mori fund jeta një prej figurave më të veçanta të historisë shqiptare, një oficer që sfidoi urdhrat e perandorisë, një emigrant që u kthye për atë dheun, një komandant që udhëhoqi luftën e Vlorës drejt fitores dhe një kryeministër që qëndroi në detyrë vetëm një ditë. Sot emri i Qazim Koculit kujtohet jo vetëm për rekordin e tij të pazakontë si kryeministri më jetëshkurtër shqiptar, por mbi të gjitha për kontributin në mbrojtjen e pavarësisë dhe sovranitetit të Shqipërisë. Në vitin 2020, ai u nderua me titullin Kalorës i urdhrit të Skënderbeut, një vlerësim që riktheu në kujtesën kombëtare figurën e këtij patrioti të jashtëzakonshëm. Po ju, a mendoni se Qazim Koculi kujtohet sa duhet në historinë shqiptare, apo figura e tij ka mbetur padrejtësisht në hije? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.